Receta me 2 përbërës për lehtësimin e dhimbjeve të kockave dhe të shpinës. Dhimbjet e kockave nuk i shpëton dot askush, por ato mund të kthehen në një problem për çdo moshë. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme. Shkaktari për këtë dhimbje mund të jetë një mori arsyesh të cilat dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Receta në këtë video rekomandohet edhe për lehtësimin e këtyre problemeve sa jeni në kohë. Përbërësit që duhen në këtë recetë janë 10 lugë fara liri, 5 lugë sesam, 50 gram fara kungulli, 50 gram fara lule dielli, 50 gram kokra gruri, 3 lugë rrushë të thatë dhe 1 kilogram mjaltë. Në një tas të madh përzieni të gjitha përbërësit derisa të përzihen mirë. Mbyllini masën e përfituar në kavanuz qelçi. Merrni një lugë gjelle nga kjo përbërje para mëngjesit dhe para drekës. Kjo recetë do të ndihmojë në fuqizimin e shëndetit të nyjeve duke i ofruar atyre të gjitha mineralet e duhura dhe elementët ushqyes për forcimin e nyjeve dhe të kockave.